Ky top është gjëja e fundit me të cilën dy fëmijë të moshës 10 vjeç po luanin përpara se një makinë me shpejtësi t'u merrte jetën, ndërsa një i tretë po lufton ende për jetën në spital. Tre të miturit, dy vëllezër dhe kushërieri i tyre po luanin në trotuarin pranë banesës, kur mjeti i drejtuar nga 57 vjeçari Nikol Radaçi i goditi pabesisht. Pas këtij momenti, drejtuesi i mjetit shihet të dalë nga makina dhe të largohet me shpejtësi, ndërsa zëri i fëmijëve zëvendësohet nga klithmat e fqinjve nga pamjet shokuese të fëmijëve pa jetë. Dy kushërinjtë e moshës 10 vjeç ndëruan jetë në vend, ndërsa 8 vjeçarit ju dha ndihma e parë nga fqinjët. Ai u nis me urgjencë drejt spitalit të Durrësit e më pas u transportua me urgjencë drejt spitalit të traumës në Tiranë për trajtim më të specializuar. Nikol Radaçi u arrestua pak minuta më pas nga policia dhe pas testit të parë të alkoolit rezulton se ka qenë në gjendje të dehur. Mësohet se dy vëllezërit e përfshirë në aksident jetonin vetëm me maman në shtëpi, teksa babai i tyre ndodhet në Itali për kurim pasi vuan nga një sëmundje e rëndë.